Në muajin dhjetor, të gjithë pensionistët së bashku me pagesën mujore do të marrin edhe shpërblimin e fundvitit, që do të jetë i njëjtë me atë të vitit të kaluar. Sipas vendimit të qeverisë, të gjithë pensionistët që marrin një pension deri në 20.000 lek do të marrin 15.000 lek bonus në fundvit, dhe kush ka pension mbi 20.000 lek do të marrin bonus fundviti 10.000 lek. Sipas pensionistëve në qytetin e Korçës, kjo është një shumë e vlefshme për ta, ndërsa nuk harojnë sërish të kërkojnë një rritje mujore të masës së pensionit. Shumë mirë qyqy qarë. Mirës për ne, një qik për mirës. 164.000 lejka marrën. Do marrësh dhe 150 në fund vit? Nuk e dem të se. Ko të marrën pa. Pozitivisht, edhe nuk e prishtim. Është një shtesë që ne e konsiderojmë të mjaftueshme, sot për sot. S'ka ngopje njeriu, sa do para që të ketë. Jo neve që marrim nga ja 220.000. Po mirë sa më shumë dhe, më mirë është. Mirë është, kjo po më mirë është që të mëndë të gjithë ngritje pensionës, mos jep të bonus. Se ne plejtë të vonë për pension, nuk vonë për bojë, madha sot tamë sot edhe pëjtë në vjera dhe për motë. Kurse po të nëjë bëjë ngritje pensionës, është më mirë. Bonusi i fundvitit do të shpërndahet së bashku me pensionet mujore për gjatë muajit dhjetor nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Shpërblimi mund të tërhiqet nga përfituesit edhe pas festave të fundvitit.